Mbledhja e sotme u thirr nga kryeparlamentari Peleshi pas disa mesazheve që janë dhënë nga përfaqësuesit qoftë të Bashkimit Evropian, të Komisionit Evropian dhe rasti i fundit i përfaqësuesve të Parlamentit Evropian dhe zotit David McAllister, që e quajti çështjen një test për Shqipërinë. Pra, po shohim që presioni ndërkombëtar nuk ka munguar, por nuk mendohej që edhe pas këtij presioni do të kishte këtë qëndrim që u mbajt sot në Këshill nga Partia Socialiste. Nuk do të thoja. Nuk do të lidhja në këtë mënyrë ngjarjet, siç i lidhni ju. Që një ditë do ta mbledhni në Këshillin e Rregullorit të Mandateve, ajo nuk diskutohet, sepse nuk mund zgjatej pafund. Patëm thënë që në fillim që presim vendimin e gjykatës kushtetuese për pezullimin, pavarësisht se nuk kanë asnjë lidhje dy çështjet me njëra tjetrën, dhe ashtu e bën, e mblodhën tani. E bukur ishte, se dhe kjo është shumë interesante, që ta kuptoni se në çdo xhe kanë mbritur, që teknikisht sot ne nuk pas kemi bërë mbledhjen e dytë të Këshillit të Rregullores dhe të mandateve dhe të imuniteteve. Ne pas kemi vijuar mbledhjen e parë, e cila pas kishte nisur në 19 dhjetor dhe nuk kishte mbyllur kurrë. Domethënë janë ca artifice, domethënë idiote, domethënë sikreti është aq i madh, domethënë dhe janë aq xhahil dhe aq domethënë të vendosur që të mos respektojnë në mënyrën më absolute asnjë domethënë rregull ligjor apo zakon parlamentar, saqë është me vërtet për të ardhur keq, është për të qeshur dhe për të qarë. Unë mendoj që sot me vendimin që kanë marrë, praktikisht ata më së pari, pikërisht atyre dashnorëve të drejtësisë së re, atyre që na thonë që me reformat që kemi bërë, veçanërisht me drejtësinë, po bëhemi gati për Evropë, kemi hapur 13 kapituj, do të mbyllim 6 deri në qershor, ku diun se çfarë njëri, domethënë shuplaka është për ata, më së pari. Sot ata i kanë thënë Spakut vdis, ne Belinda nuk ta japim. Sepse këtu në këtë pikë jemi. Ne po përjetojmë tani këtu në mbikëqyrje në faktorit ndërkombëtar të gjithë emrave që i keni përmendur apo që si keni përmendur akoma, ne po përjetojmë eutanazinë e Spakut. Është e pamundur që këto dy entitete, qeveria shqiptare dhe Spaku, mbas kësaj që ka ndodhur sot, të bashkëjetojnë. Është e pamundur. Njëra prej tyre duhet vdesi. Me sa duket, Edi Rama ka marrë vendimin të vrasë përfundimisht Spakun. Është një vdekje e asistuar, sigurisht në mbikëqyrjen edhe të faktorit ndërkombëtar i cili po është. Dhe ndërsa ju ishit sot në atë mbledhje pesorëshe, në ambientet e kuvendit është parë edhe kreu i delegacionit Bashkimit Evropian, ambasadori Gonzato, dhe nuk besoj që ka qenë një vizit e rastësishme ajo e ditës së sotme. Por gjithsesi, përfundimi i gjithë këtyre deklaratave dhe asaj që ndodhi sot do të shihet në datën 5 mars. Besoni, mendoni se deri atëherë ky presion ndërkombëtar do të shtohet dhe mesazhet do të jenë edhe më eksplicite për këtë çështje, qoftë edhe nga ambasada amerikane, e cila gjithashtu ka mbajtur një qendrim. Nuk jam i sigurt që do të jetë data 5 mars, dhe kjo është shumë interesante. Pse? Normalisht do duhet ishte data 5 mars, kur ky është shtet Barsalet. Tek dilnim nga mbledhja nga Këshilli i Rregullores dhe i Mandateve, ta u lan ballë, i cili në fakt drejton realisht kuvendin e Shqipërisë,